Prej atyre emrave që nuk flasin shumë, por me veprat të tyre lanë gjurmë në historinë dhe zhvillimin e shoqërisë shqiptare. Humanist, filantrop dhe mbështetës i projekteve kulturore arsimore. Është Ramiz Tafilaj, i cili vazhdon të ndihmojë në ruajtjen dhe promovimin e identitetit shqiptar në botë. I lindur me 6 maj 1949, studimet i kreu në Universitetin e Zagrebit dhe të Houstonit, vjen nga Deçani. Sot drejton një kompani në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është pronari i shtëpisë botuese Jalifat, si dhe themeluesi Tafilaj Group. Ai ka mbështetur mbi 100 student shqiptar nga vende të ndryshme të botës, shumë prej të cilëve kanë banuar edhe në shtëpinë e tij. U nderua nga shtëpia e bardhë për punën e palodhshme, për shqiptaro-amerikanët si dhe për përkushtimin e tij për të bërë botën vend më të mirë. Ramiz Tafilaj është nderuar edhe me medalje presidenciale nga Presidenca e Kosovës në shenjë mirënjohje për kontributin e çmuar ndër vite. Nga Amerika vjen sot në studion e emisionit Radar në një rrëfim që nuk e keni ndëgjuar asnjëherë. E mirëpresim studio. Si mi u pas në studio, emrin që e ndëgjova prej kur isha fëmijë. Shumë kënaqësi. Kënaqësia është edhe imja, një kënaqësi e kamotshme që të jemi prezent në Kosovë, Kosovën e lirë, pavarësisht e sovrane. Si e më shëndet? Mirë. Mirë, i fortë ende duke. 77 vjet, ende mohem. I fort. Duam shumë të ndëgjojmë për profilin tënd, për jetën, veprën tënde. Emër i njoftum për shumë familje që u shkolluan e përmendat e profili, por të tonim fillonim me profilin e juj. Si u mor vendimi me udhëtu për në Amerikë? Po, krahasim me tjerët, nuk kem shku për politikë në Amerikë në fillim, as nuk kem shku për punë, sepse në vitet e 70-ta, Kosova që pa të fillu më qenë pak më mirë. Unë jem shku për dashni, jem dashnu me grunë të me Dianën, dhe kom përfundu në Amerikë. Dashnia të qoj në Amerikë, dashnia që ja pa hajrim pastaj, me dashni po gete edhe filluan e u themeluan edhe shumë punë të mbara atje. Po sigurisht. Çka more me veti nga Deçani, që nuk ndryshoj kur në Amerikë për ty? Doket, zakonet, traditën. Cilën e kom përcjellë dhe të familja, besoj se shumica edhe përkrahin. Kështu se këto janë. Sa është sfiduese jeta e një shqiptari në Amerikë? Sidomos në atë kohë. Në atë kohë kanë qenë sfidat shumë të mëdha. Në Houston ku unë kom jetu pe fillimit, s'ka pas fare shqiptar. 5 vjet e para s'jam taku me asnjë shqiptar. Ma vonë kanë filluar më ardh, po fillimi ka qenë kur shqiptarët kryesisht janë marrë me restorane, me punë anësore. Ndoshta kom qenë i vetmi që është marrë me ndaj punë tjetër që desha me pa dhe profilin tem, kështu që fillimisht në kyqa edhe në jetën politike të Houstonit, duke përfunduar dhe si kryetari i odës ekonomike në Houston. Dhe kështu se mu dha mundësia për mu njoft me të gjithë politikat bërësit të Teksasit, Shtetet Bashkuara, ku mu theq delegacione, kom pru në Kosovë, kom pru në Kinë, në Evropë, si kryetar odë. Dhe ma vonë fillun shqiptarët më arë, tash Houstoni ka 6-7.000 shqiptarë, edhe të Shqipërisë edhe të Kosovës, të viseve tjera. Kemi shoqatën cila është themeluar në prag të luftës, sepse veç fillun marrë dhe projekte të mirë.
Ju shkuat për më u kthy apo shkuat për me jetu atje? E kishit mendu kthimin? Jo mendu, e kisha planifiku kthimin. Okay. Bile kur më thanë që është mirë me marrë atë green cardën që i thojmë neve, dhe e kisha shumë të lehtë me qenë se u martojsha me një amerikane, unë spranova me marrë green card derisa të martona, sepse nuk desha si gruaja ime në ditë më thonë ti më ke martu për green card. Kështu që në atë kohë Amerika ishte pak mal në aktor që me nisim tjetër, se vishim nga një shtet komunist, edhe të shtypur. Dhe ata e përqafun idenë teme, më dhanë green cardën, mas në ju martova. Dhe kishte kushti. Kishte kushti. Puna e parë, cila ishte e Ramiz Tafilajt në Amerikë? Puna e parë, prindet e Dianës, ma dhurun një shqitore të madhe mobiljesh, dhe ajo ishte puna jam e parë, cilën unë e refuzova, sepse nuk deshta me qenë nën kontrollin e askuj, desha me gjetë vetë në njërën teme, ashtu që është gjëj, dhe u largova nga Wisconsin, pe ka ishte edhe Diana, dhe më rina në Houston, Texas. Puna parë ka qenë me flejtë në makinë, se s'kisha as banes, me fshi o borre, me fshi, me mbledh bërlogje, këto ishin punë të para të i kom bu në Houston. O, zot. U martuat, u njohët Zagreb, me gruan tuaj Dianën, sot keni 3 fëmijë, keni një lidhje shumë të veçantë me bashkëshortën, pëse edhe dëgjues po e vrejnë që qysh prej fillimit përmendet Diana. Absolutisht, se Diana më ka përkrahur gjitha veprimet e mia, ka qenë një mike shoqe, është vajzë, është këtë dush mi thonë nanës ime shumë, bile fjalët e fundit nana me Dianën i ka pas. U takuat në Zagreb? Bashkë. U taku ma je i studion të gjunt, ndërsa unë isha në fakultet teknologjik, dhe u taku student. Fillim nuk e dita si është nga Amerika, bëndova që dikush tjetër, ma ndaj e pash se s'mu ishim më marrë vesh, se unë s'fol shë anglisht, e s'fol kë mira tërkuratisht, kështu që me fjallor u kuptojshim. Dhe e vendosim dikur ma vonë për më shku në Amerikë. Ajo shkoj e para, 8 muaj kemi qenë të ndamë, në 8 muaj përmi 300 letra i kom marrë nga Diana. O, zot. Po dhoni ju kom përgjesh me 80. 300 me 80? O, çfarë dashnie e madhe e Dianës këto. Absolutisht. Para se dalim te Besa, do të shohim një video bashk. Vajza jote. Vajza. E ndjekim. Mirëmëngjes, mirëdita nga Washington DC. Të nderuar miq, unë jam Besa Tafilaj Pinçati dhe ky është moment unik krenare për mua edhe për familjen tonë. Jam fëmija e parë e çiftit Ramiz dhe Diana Tafilaj, edhe jam nane 3 fëmijëve të dashur, Lira, Zana edhe Loriku. Ata kanë dashuri të veçantë për gjyshin se e thirrin baba. Karriera ime profesionale ka qenë duale, jurnaliste në NBC në Texas edhe në ABC North Carolina, edhe tash jam drejtoresha ekzekutive në National Military Family Association, një organizat për familjet ushtarake amerikane. Por nuk kisha pas asnjë arritje profesionale pa babin. Sot du me falenderu nga larg me gjithë zemër babin edhe mamen për dashurinë edhe për mësimet e jetës. Babi më mësoi me dash Kosovën, me respektu njerëzit e vendit tonë dhe kulturën tonë. Jo vetëm me fjalë, po përmes çdo hapi. Jam thellësisht falenderues që na ke mbajt afër Kosovës, edhe kemi nejt në Dugaxhin për çdo verë me familjen tonë. Në këtë video mesazh më kanë thonë me jap një pyetje për babin. Edhe pyetja jem është shumë e thjeshtë. Babi, a mund na tregojsh cili është fëmia jote favorit? Unë, Besimi apo Dorimi? Jo, e di si jam unë, nuk është një pyetje. Po seriozisht e kam një pyetje për ty sot. Me pas mundësi me fol vetes me në moshën 30 vjeçar, çfarë këshille e kishe jep vetes? Babi, të falenderoj për gjithçka edhe të duam shumë. Faleminderit. Befasi e këndshme. Besa është
fëmia I parë dhe fëmia I më I këndshëm që se baba gjithmonë e don vajzën. Këshill gjithmonë mundo me bë atë çka ti e don me zemër, mos e këqyr rrogën sa ki me pas, po këqyr punën cilën e don sepse nëpërmes punës ki me merri rezultatet e nevojshme. Dhe ishte e vërtet që Besa është fëmiu favorit. Por që kur ka lind Besa, unë kom mendu si djeli nuk është ka prendon ma, sepse për herë të pare kisha dikon gjakut tim në Amerikë, përveç se Diana si e kisha gruan time, kështu që Besën pe atëherit ka metë ashtu më afër. Mirë, Besa, vajza juaj, një shqiptare shumë e suksesshme atje, që e pam edhe brenda shtëpisë së bardhë. Çka bën e sot? Cili është rrugtimi I saj dhe lidhja me familjarët e ushtarëve amerikan? Zotrita Filaj. Besa është një zaj I madh për familjet ushtarake. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë një departament veçantë që merret me jetën e familjarëve të cilët I kanë djemt ose bashkëshort ose në luftë, dhe ajo merret me mënyrën e jetesë, mënyrën ndihmën koeficient nevojshme, me orientimin në shkollim, në punë. Është një zaj I familjeve ushtarake brenda shtëpisë bardhë, brenda Kongresit Amerikan, është një lëbuse hatashme kësaj kategorie njerëzish. Dhe ju krenar pa fund edhe për profilin e Besës sot. Jemi krenar sepse si për çudi Besa, burri Besa është ushtarak, punon në Pentagon, por nuk ka qef me marr pjesë në hangjet ndryshme që përgatiten në shtëpitë bardhë ose në Kongres, dhe shpesh në mungesë të burrit shkoj unë e zaventsoj, shkoj bashkë me Besën dhe aty muj për me quni hep më larg çështjen e Kosovës. Kështu si kemi nëpërmes Besë marrëdhënie të mira me shumë kongresmen, me shumë senator. Jeni angazhu në teknologji të lartë të industrisë së naftës. Drejtoni një kompani në Houston. Po. Si dhe jeni pronar I shtëpisë botuese. Po. Tregona pak më shumë rreth të dyja angazhimeve, Zotrita Filaj, lutem. Shtëpia botuese ka lind në vitet 80-ta me propozim disa gazetarëve nga Prishtina, nga Kosova, Avnis Pahev një prej tyre, Mehmet Haziri, disa tjerë. Në atë kohë nuk më ishin më bot disa botime që u dëshin ishin të nevojshme për Kosovën, sepse ishte cenzura serboslave, dhe më propozun që ta kemi një shtëpi botuese ku ata mujnë me I botua librat e veta, mendimet e veta, kështu. Dhe kështu lindi edhe ideja për një shtëpi botuese, quhet Jalifat Publishing, për arsye se s'patëm edhe kohë shumë me mendu, vetëm e morëm mbi emrin tim dhe e kthyem mbrapsht. Edhe kjo është e krejt. Tash mas lufte jemi marrë shumë botimet historike, sidomos me historinë e Jusuf Buxhovit. Ju keni përkthye, botue. Po, kemi krimet e luftës në Çekëuk këtu të doktor Sali Krasniqit, krimet në komunet e ndryshme, sidomos atë të Deçanit, të Adem Lushajt, dhe gjitha këto janë edhe të përkthyme edhe janë plasuar në shtëpinë e Bibliotekës e Kongresit Amerikan. Po biznesi jut me derivate? Biznesi me derivate ka qenë më shumë aksidentalisht, për arsye se unë para se mi pas këtë biznes e kom pas dhe firmën kompjuterike cila dhe sot ekziston, Superior Computer Services, po një kompani në Houston që u merrte me këto derivatet, kërkoi ndihmën time për më mujt me hap biznesin në Shtetet Arabe, dhe unë ju ndihmova për një kohë të shkurt, dhe ndërkohë ata falimentuan dhe unë morra firmën përsipër dhe çum tash në hapat. Imi ndër 5 firmat më të njohura të kësaj industrie, sepse është një industri e veçantë, merret me substancat kimike që gjenden brenda naftës, të cilat janë shumë të rëndësishme, metakrisol për. Po ju keni edhe pompa derivateve? Apo? Jo, pompa nuk kemi. Keni pas? Po kemi pas. Keni pas. Unë kam një fotografi. Kam një fotografi të ndën. Po. Atëherë, kur ishe I ri, në një prej pompave tuja derivateve në Houston, po. Në mos gabohem, ta shohim fotografin, ja kjo, të kujton diçka? Po, më kujton shumë, po.
Po i kemi pas, po tash e kemi nda pak a shumë biznisin. Na merë më shumë me menaxhimin e fabrikës sa rafinerista që i më shtu, që la gjindet në afërsitë Houstonit. Kjo fotografi vjen nga Agja, është Lek Doli, është djali masarit gjyshit tim, që ti e prita atje, e përcjellë gjatë operimit, u kujdese për Lekën, djalin e vet atëherë që ishte i ri. Dhe ky është vetëm një shembull i një familje se si i prite edhe shumë familje të tjera. Gjatë kohës rikuperimit, 24 orëshit të gjyshit tim që u operua atëherë në Houston, ishte 28 nëntori, ku ti e more Lekën edhe në festën e shqiptarëve atje. Edhe i bërë ftesë Lekës, rri qëndro me biznes, me shkollim, dhe vazhdoi jeton në Amerikë. Kështu bëre me shumë familje, dhe unë të jam shumë mirënjohëse për familjen time, në emër të gjithë familjes. Sepse u rrita tu përmend emri Ramiz Tafilaj të familja jonë. Gjyshim jetoj me shëndet shumë të mirë të zemrës për shumë vite, fal pritjes, gjendjes dhe gjithçka që bët ju për... Përse që me qenë se isha në odën ekonomike i kyqën, dhe atër u bona dhe antari bordit të qendrës medicinale të Houstonit, pat raste kur njerëz kishin nevojë për operime në zemër, sepse nuk ishin atleta me bo këtu në Evropë, po thujse, dhe në përmes Faik Hims, e bom një farë lidhje ku pacientat dishin prej Kosovë, po mas në i fillon ardhe prej krejt Jugosllavisë, kështu që parafërsisht 700 pacient kanë ardhur në Houston. 700 pacient? Të fillu pej 75 dhe 19 është. Aje, gjyshim pas ka qenë të vitet e fundit. Atër ka qenë të thënënta. Është interesant se për shembull Ramiz Avdyli, general. Unë i kom parrit fëmin të ju thonë se na kemi zemrën e madhe të Mitsokolit, me gjak shqiptari, edhe durimi i vogël e pa Ramizin në spital, tha pse ardh ky, thash më operu në zemër. Ja tha ky s'ka ka shqiptar ta mund. Se duhet ta ketë zemrën e Mitsokolit fort. Nga librat, kthehem vetëm edhe një herë të shtëpia botuse, ka nga libra që shkojnë edhe në shtëpinë e bardhë. Nga librat që botohen. Po mendonin bibliotekën e Kongresit Amerikan. Po, absolutisht. E kemi pas një fat mirë gjatë bajtjes librave të doktor Salik Rasniqit në këtë bibliotekë. Rastisht na hupëm rrugën nëpër korridoret e bibliotekës, patëm rastin më taku me drejtoreshën e bibliotekës dhe formum një miqësi shumë të afërt. Na çoi me pa raftet e bibliotekës sa në zbrasta për sa i përket librave shqip, edhe të Shqipnisë, po edhe të Kosovës. Kështu se ja na dhani mundësi që sa të dojmë libra mundëm me pru, pa pas në një cenzurë të veçantë. Asa mirë. Kështu tash ka fillu mu pasunu. E për takimet me presidentët? Çfarë takime kishe, zotëri Tafilaj, se ju gjithmonë punuat për shtetësinë tonë, për emrin e Kosovës me quatje? Pej presidentëve i kom taku gjithë pej Jimmy Carteri, tek të edhe të Donald Trumpin. Përshtypjet mirë më të mëdha janë me Ronald Reagan. I kom taku dhe i takoj ende Partisë Republikane. Reagan ka pas një politikë më të drejtë, më të mirë edhe për botën, po edhe Trumpi nuk është larg asaj politike, veç se ky e ka një gjuhë tjetër që komunikon, ndërsa Reagani ka qenë mjeshtër i komunikimit. Cilat janë fjalët për Kosovën, muhabetet që bëni? Po për shembull, ose ndonjë fjali që e mbajtë mend gjithmonë që ta tha. Për shembull, Joe Bideni, gjatë një darkë që kemi pas për Krishtlindjen në Shtëpitë Bardhë, kemi bisedu për Ibrahim Rugovën, lidhjen demokratike, dhe ai më tha lidhja demokratike i ka ik Kosovës, po dhe Kosova i ka ik lidhjes demokratike. Kështu që ata e kanë kuptu ma mirë. Dhe më thonë, Ibrahim Rugova ka qenë shtylla që e ka majtë, paka shumë, edhe politikën qendrore të Kosovës me jashtë, po edhe çështjen mbrana. A e din që kemi dashni shumë të madhe, respekt dhe e bekojmë për ditë Amerikën si Kosovë? A e ndjejnë, e din këtë mesazh? Në fakt, kjo është vetëm arsye që ata vazhdojnë me na përkrah. Se për sa i përket politikës na kemi ngecë, po ata e dinë edhe janë bindën se ky popull e do e don pa mas, po.
Po angazhimi në gazetën e Alpeve pas një pyetje, ju ndihmon në ruajtjen e historisë kombëtare. Që Gazeta e Alpeve, kjo ka qenë gazetë rajonale o quajt Tropoja më herët. Okej. Dhe ata deshtin me paka shumë për me folë ma shumë për rrethin e Tropojës, po ma vonë e morëm një ide që do të formohet një gazetë gjithë kombëtare dhe shumë ndërru në gazetën e Alpeve. Arsyeja ishte sepse pavarësisht Shqipnisë i ka paraprije Vatra dhe Gazeta Dielli. Dhe historia e asaj kohe është e rujtë në vetëm gazetën Dielli, dhe është një periudhë që na s'kemi mujtë me shku vetit histori dhe është e rujtë në aty. Edhe tash unë e kisha një ide se ta kemi një gazetë ku ta rujmë historinë tonë, çka po ndodh tash, sepse tash historia edhe po shtramohet, gjithkush po shkruan çka po don që shpëton, portalet ndryshme, kështu që është e vetmja gazetë që në formë letre shkon në shtëpitë bardhë në kongresin, në bibliotekën e kongresit dhe të ruhet aty. Sa mirë. Çu mbajtet këtë lidhjen me Kosovën, zotëri Tafilaj, në gjithë këto vite? Këtë lidhjen e juaj shpirtënore me Kosovën? Po, shoqat herë mas pare, jo se ka pjesë tjera të Kosovës nuk, po na Dugagjinit sidomos Gjakovsi mi kon gjithmonë të lidhun me Kosovën. Ishte vitet 70-ta, ishte nevojshme lëvizjet dhe kjo ishte edhe Diana më përkrajsh tepër shumë këtë drejtim. Patëm Fulbright, bursa Fulbright ka qenë djalja është Diana që ishte përgjegjës si Fulbrightit dhe shumë mjek, shumë profileve tjera, inxhinierët, shumë kanë marrë Fulbright dhe një ardhjën specializu në Shtetet Bashkuara nëpërmes kësaj. Dhe kështu të lidh, çaq sa kemi pas na interes për mi shkollu të rit në Amerikë, çaq kom pas edhe një interes që të fëmija mi të ketë kontakte me të njerëz të Kosovës që për më mujt me majt një pesh, një lidhje, në pavarësisht sukseseve në biznese atje, prap gjithçka e lidhe me këtë vend. Po, absolutisht. Ju i hapët dyert për shumë shqiptar atje. E thash edhe ma herët i mbajtet në shtëpi, i keni ndihmuar në shkollim, i ndihmuat në punë. Një periudhë juja që në disa intervista që ju pash nuk flisni shumë. Nuk i flisni, nuk i përmendni shumë. Kjo është mas mirë kur dikush tjetër fol për ty, sepse na teton kemi fillu me fol për veti edhe mas ndaj ajo po shive se ndoshta më s'ka qenë ai zbrastin aty këtu. Është dikush që flet për këtë kohë. Dhe ajo është Arben Idrizi, ndjekim videon bashkë. Arben ndoshta Arben Haziri mundet me qenë. Mos është Haziri, e kemi gabuar mbi emrin. Hajde shohim bashkë videon një herë pra. Familjen për herë parë takova në vitin 1999 korrekt në aeroportin e Houstonit, ku shumë shqiptarë nga Kosova të shpërngulur me dhune atë kohë nga regjimi serb, një pjesë e tyre qeveria amerikane kishte vendosur në Houston. Edhe Ramizi kishte dalë me mikpritjen e tij, me prit refugjat, më juru integrim suksesshëm në Amerikë, mi përkra emocionalisht, po edhe financiarisht rreth integrimit dhe vendosjes tyre në Houston. Po më vonë, isha shumë e mikpritur në shtëpinë e tij, ku kishte një familje të mrekullueshme, me gruan e vet Dianën, një amerikane që kishte adaptuar gjitha dukuritë e mikpritjes shqiptare për se cilin mik që i shkonte në shtëpi. Aty kuptova se shtëpia Ramizit nuk ishte veç shtëpi e zakonshme, po ishte edhe një qendër i formimit në atë kohë, kur Ramizi veç kishte vendos kontaktet e para me radiostacionet më të fuqishme në botë asaj kohe, si Fox News, CNN, NBC News and ABC, ku Ramizi informonte për dhunën, masakrat dhe gjithçka që ndodhte në atë kohë në regjimin e Miloševićit. Njerëz si ju, zotëri Tafilaj, zëdonim vdesnim kur. Sidomos sot që rralli shohim këto profile. Por që tash vile edhe më të mirë se na tash. Uroj shumë. Edhe unë uroj, edhe besoj si vinë. Ti ishe se po vinë gjenerata me këtë dashni ndaj vendit, njerëzve, gjakut? Në fakt unë kam shpresë dhe bindje si po. Sepse megjithatë shqiptarët
sidomos shqiptarët në Kosovë që kanë përjetuar një shtypje me shekuj, e kanë edhe porosi pe i prindve dhe përcjellet kjo tradita. Unë besoj se po, në atë vjetrit jemi mundu aq sa kemi mujt, tash me gur bëhet një mur dhe tash ka 3 do ta përfundojnë këtë edhe më mirë se sa na. Kërkoj falje për Arbenin, ishte Hajrizi, jo Idrizi, se e gabuam mbiemrin, Arben Hajrizi. Haziri. Para se të kalojmë te një video tjetër. Veç për Arbenin kohë më thonë. Edhe me më tregu kur e pa që ndihma jote po ndryshon jetën e shqiptarëve, kur e pa këtë kontributin tënd. Për Arbenin. Arbeni është djali i Mehmet Hazirit, një gazetarit të madh dhe të njoftun Kosovë, i cili gjatë cenzurës serboslave vendosi me shku në Zagreb dhe me dhonë 5 minuta lajme nga Zagrebi që krejt Kosova ka prit, një gazetari guximshëm, edhe Arbenin e kum takuar edhe se fëmijaj nuk u man, po masnej kur fillon shtypjet që fillon në Kosovë, Arbeni erdhi si refugjat atje dhe na pritëm në Houston, edhe takohemi për çdo të shtunë në dille bashk, edhe ky e ka një familje të shkëlqyeshme, i ka 3 vajza një djalë, tash janë ka studiojnë vajzat e tij. Po më vjen mirë që ai pas ka gjetë kohë për me fol tash, sepse Arbenit para sa ditëve i pat vdek e ama. Po prandaj në i shpreh edhe ngushëllime Arbenit. Kur fillove me pa që kontributi juaj, zotëri Tafila, i është të ndryshu jetën e një shqiptari atje? Po, shumë shpejt ajo mundet më pa. Për shembull, unë e kom kontribuar dhe e kom sponsorizu shumë student në vitet 90, vitet e para të viteve 90 në Shqipni. Dhe pas në vitin 93 një djalosh më afru dhe tha, je marrë me taku, tha, kishim mujt me bisedu në Senifsha, thash takuam nestra. Nesrit e kuptova si ai pas ka ardhur për një vendi më të lartë, ku rrethit Elbasanit, dhe ka ardhur me më falenderu sepse ishte rroga e parë që ai e ka marrë si mësues në fshatin e tij, edhe të fal ty edhe sponsorizimit. Sa mirë. Edhe ajo është profilizuar. Kështu që ajo shifet ka edhe vise tjera jashtë Kosovës që janë edhe më të vogla, edhe më të mbrapametura, të cilat i shoh progreset. Për shembull, më shku në thellësi Turqisë, për shembull. Atje ende hajnë bukë poshtë, me një qarshaf poshtë, po disa studentë që i kom pas edhe nga atje, tash ju shkon shpejt aty në i ki me tavolina, i ki sa knatësi. Kështu se shifet ndryshimi. Fran Gjoka. Po. Kemi një video, është dikush që ti para shumë vitësh zotëri Tafila e takove. E ndjekim video në bashkë, e pastaj po e komentojmë. Mizin e njohan vitin tashmë të largët, 32 vite më parë, në vitin 1994 në Tiranë, ku unë isha solist i ansamblit shtetëror të këngëve dhe valleve popullore, dhe Ramizi ishte sponsor që sponsorizoi ansamblin në një turne madhështor të ansamblit të këngëve dhe valleve të Shqipërisë në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, dhe aty e njoha dhe e them e njoha për të mos u ndarë kurr, dhe e njoha zemrën e madhe të këtij shqiptari të denj nga Deçani historik, njoha kontributin e madh që ka dhënë dhe jep për çështjen kombëtare, për pavarësinë e Kosovës, për çështjen më të shenjtë të shekullit ton, që nuk pushoi asnjë sekond, duke punuar, duke lobuar, duke vizituar Kosovën, Shqipërinë në ato ditë të vështira. Pra ka një kontribut të jashtëzakonshëm dhe për demokracinë në Shqipëri. Ramizin e kam e njoh nga afër, ka një familje të mrekullueshme, me këtë rast kam dëshirë të përshëndes bashkëshorten e Ramizit, zonjën Diana, të cilën e thras me dëshirë motër, Besën dhe gjithë familjen, domethënë që ndonë se largat dheut, ka lindur, rritur dhe edukuar një familje model, dhe Ramizi është sofra dhe dora shtrirë e çdo emigranti, e çdo mërgjimtari që ndihmon pa rreshtur
edhe në zbutjen e varfërisë, edhe në ndihmë të studentëve, domethënë që u bën lehtësira për të studiuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ka një kontribut dhe një vlerë të jashtëzakonshme dhe unë e përgëzoj nga zemra dhe uroj që të kemi sa më shumë në kombin tonë si Ramiz Tafilaj. I uroj gjithmonë shëndet, gjithmonë jetë, është siç e thash i kudo ndodhur aty ku kërkon çështja e jonë kombëtare shqiptare. Interesant. Ku e keni gjetë? Nuk e di ekipa ku i kanë gjetë, po kjo do duhej të ishte intervista ma e mira për shkak të profilit tënd se meriton dhe nuk është mjaftueshëm. Po tash për Frank Gjokën më fol. Ne ma patën sugjeru që është mirë me pru ansamblin Shota në Amerikë për me dhonë një pjesë programi të vallëzimeve të Shotës para kombeve të bashkume, e cila do të folte për traditën, historinë 3000 vjeçare të Kosovës, e cila do ta dashmojnë se Kosova gjithmonë ka qenë trem shqiptare. Në atë kohë Jugoslavia nuk e lejoj me udhëtu këta, dhe unë u orientova nga ansambli këngëve dhe vallëve, por me insistim që brenda ansamblit kemi edhe këngëtar nga Kosova, kështu që me ansamblin e këngëve dhe vallëve që kanë qenë përafërsisht 40. Po. Ata ka qenë edhe Ilir Shaqiri dhe Shkurte Feza, kështu që deshta me bë gjithë popullor. Ka qenë një turne mjafti mirë, Frani solist gjithsesi, po edhe rapsod kështu me qëteli, edhe Frani edhe një 2-3 tjerë u ndalën në Amerikë, po kjo është një gjë e mirë që u ndalën sepse ky jeton tash në Detroit dhe Detroit e ka një gjallëni tamam shqiptare, ky ende merret me muzikën, me përgatitjen e trive, dhe është një artist me të vërtet që e meriton. Kemi kalu kohën e programit, ora 11 na shkoi. Ndoshta me boni mbyllje me një mesazh për shqiptarët, zotëri Tafilaj, se e di që kemi edhe shumë me fol bashkë, do dilnin orët në vazhdim, por një mesazh që i përmbledh gjithë shqiptarët pas një pune ose nga një përkrahës e filantrop si ju. Që politika duhet me bë vetën, jo me na nda, po me na bashku. Mi pas 3 par zgjedhje brenda një viti është jo mirë, sepse të fundit na vetën duhet ta sundojmë. Na nuk do ta kemi Kosovën se Shqipnia që ka pas princ vidin për me i sundu një kohë gjatë. Na duhet ta sundojmë, ta udhëheqim Kosovën vetë sepse i kemi mundësi. Kështu që i lutna fituesit, kurdo që ai qoftë, që të ketë në kujdes, dhe të ketë parasysh se pa marrëveshje kur gjë s'mundet më mbërri. Në kohë se politika është e drejtë, më kam bindje 100% se rinia e Kosovës është e gatshme për me udhëheq Kosovën me quhet në pedestalet më të larta që mundën me ekzistu. Kosova është vend i pasur. Familjet janë ashtu që na japin edhe peshën e traditës, kështu që na mujë me majt. Besoj se këto janë me smelëshu Kosovën, nuk mujë me paramendu që na marrin punëtor prej shteteve të Afrikës, prej Turqisë, prej e tantë ikin në shkojnë diku jashtë. Jeta jashtë nuk është e lehtë, është shumë e rëndë. Bile më konë me punu na çka jemi jashtë. Në Kosovë sa punojmë jashtë dhe këtu kishim mujtë me jetu shumë mirë. Kjo është çka mendoj. Faleminderit shumë. Për mu ke shumë kënaqësi ju pas në studio. Familja ime është shumë mirënjohëse për gjithçka që ke bëu për ne. Edhe faleminderit që takove gjyshin me mjek të mirë, që zemra ati punoj aq fort për aq vite sa ishte e shkruar. Shumë faleminderit. Jemi shumë mirënjohës. Faleminderit shumë. Qofsh me jetë gjatë. Po besoj unë mund të të falenderoj për kontributin, për në emrin e shumë familjeve, në emrin e shumë studentëve me qenë se të kom në studio. Jetofsh me vite pranë mesave, nipave dhe ofër Dianës, sigurisht. Shumë faleminderit, absolutisht. Shumë kënaqësi, ma ke bo shumë qefin që jetë. Mersi është edhe imja. Me jetë gjatë. Mirupafshim.